Ora ishte pothuajse 2 pas mesnate kur dritat e korridoreve të Ospedale di Santa Lucia u zben automatikisht, duke lënë pas vetëm një ndriçim të butë të verdh që përzihej me aromën e dezinfektuesit dhe zërat e larga të aparateve që biponin ritmikisht. Ishte një natë e ftohtë janari në periferit të Firences dhe jashtë binte një shi i hollë që përplasej mbi xhamat e mëdhenj të katit të 5. Elena Rossi rinte e mbështetur në murin pranë dhomës së reanimacionit me një filxhan kafe e gjysmë të ftohtë në dorë. Kishte punuar tashmë 12 orë rresht, por sytë e saj nuk dukeshin të lodhur, ishin të mësuar me orë të tilla. Ishte një nga ato infermieret që kolegët i quanin guri spitalit, e qetë, e duruar dhe gjithmonë e gatshme të qetësonte pacientët, edhe kur mjekët nuk dinin si t'i qetësonin. Por atë natë, diçka në ajër duke ndryshe. Shqetësia kishte një lloj tensioni të padukshëm, sikur spitali i priste diçka. Ajo ndjeu një lëvizje të dera hyrëse dhe ngriti kokën. Një ambulancë ndaloi jashtë dhe pas pak dëgjoi rrotat e barelës që përplaseshin me dyshemen. Njëri, rreth të 50-tave, gjendje e rënd, pa dokumenta. Tha me zë të lartë një nga paramjekët, ndërsa e shtynte barelën drejt repartit të urgjencës. Pa dokumenta? Përsëriti Elena, duke ecur me hapa të shpejt pas tyre. As portofol, as telefon. E gjetën në një rrugicë pranë stacionit të trenit. Goditje në kokë, por pa shenja grabitjeje. Mendojmë se ka humbur kujtesën ose nuk dëshiron të kujtohet. Elena e ndoshi me sy trupin e burrit që mezi merrte frymë në maskën e oksigjenit. Fytyra i ishte mbuluar me gjak të tharë dhe flokët e bardhë i ngjiteshin në ballë. Ishte i veshur me një pallto gri të vjetër dhe pantallona të lagura nga shiu. Një dorë i dridhej lehtë, si refleks i pavullnetshëm. Kur e vendosën në sallën e urgjencës, mjeku kujdestar, Matteo Bianchi, nisi menjëherë ekzaminimet. Elena qëndronte pranë, duke regjistruar çdo detaj në fletën e hyrjes. Pacienti pa njohur mashkull, rreth 50-55 vjeç, pa dokument identifikimi, pa të afërm. I dhan një emër të përkohshëm në sistem, Giovannia. Giovannia, përshpëriti ajo më shumë për vete, duke parë se si mjekët luftonin për ta stabilizuar. Një pjesë e saj ndjente se ky njeri nuk ishte thjesht një rast tjetër. Kishte diçka në mënyrën si frymëmerte, në qetësinë e fytyrës së tij mes gjithë asaj zhurme. Sikur e njihtet edhe pse ishte hera e parë që shite. Kur ora kaloi 3 të mëngjesit, mjekët u tërhoshën. Stabil, për momentin, tha Matteo, duke u mbështetur në mur. Por nuk kemi asnjë ide ku është. Mund të jetë italian, mund të jetë i huaj. Dialekti i vogël që foli para se të humbiste ndjenjat se njohë dot. Elena qëndroi aty edhe pasi të gjithë u shpërndan. Ndjeu një impuls që nuk dinte si ta shpjegonte. Hyri ngadalë në dhomën ku e kishi shtruar burrin e panjohur. Aparatet pulsonin but, duke ndriçuar fytyrën e tij të zbet. Ajo ul në karrigen pranë krevatit dhe vështroi duart e tij. Ishin duar të forta, me vena të dukshme, duar që i ngjanin dikujt që kishte punuar gjithë jetën. Në xhepin e palltos së tij, që qëndronte e varur në karrige, gjeti një copë letër të lagur, pothuajse e padukshme. E hapi me kujdes. Ishte një fletë e grisur nga një blok shënimesh, me një fjalë të vetme në të. Mos e haro atë që të shpëtoi. Elena ngriti syt drejt tij, e hutuar. Çfarë do të thoshte kjo? Kush e kishte shkruar? Dhe pse e mbante me vete? Ajo vendosi letrën në dosjen e pacientit dhe doli nga dhoma, por ndjesia e çuditshme nuk e la reja gjithë natën. Mëngjesi erdhi ngadalë, me dritën që hyri në përperde të holla dhe me aromën e kafes që vinte nga dhoma e pushimit. Elena mezi kishte fjetur një orë në koltukun pranë repartit. Kur u ngrit, ndjeu se kishte nevojë ta shihte sërish pacientin misterioz. Kur hyri në dhomë, ai ishte zgjuar. Syt i kishte të kaltër të thellë dhe e shikuan për disa sekonda pa thënë asgjë. Mirëmëngjes, i tha ajo me zë të butë. Si ndiheni? Ai e pa, pastaj uli syt. Ku jam? Pyeti me zë të ngjirur. Në Firenze. Spitali Santa Lucia. Ju sollën mbrëm, ju gjetën pa ndjenja në rrugë. Ai ngriti dorën e djathtë dhe preku kokën ku kishte fashon. Se kujtoje? Asgjë? As emrin tim, tha ai pas pak, dhe sytë ju mbushën me frikë. Elena i buzëqeshi butë, duke u përpjekur ta qetësonte. Nuk ka problem. Kjo ndodh ndonjëherë. Mbase është e përkohshme. Ne do kujdesemi për ju. Ai e pa sërish, sikur kërkonte diçka në fytyrën e saj. Ju më shpëtuat ju? Jo unë mjekët. Unë thjesht ju ndihmova pak, tha ajo me modesti. Por brenda vetes ndjeu një dridhje të vogël. Ishte mënyra si ai e tha atë ju më shpëtuat që e bëri të ndalonte frymën për një sekondë. Në ditët që pasuan, pacienti mbeti pa kujtesë. Mjekët e quajtën amnizi post-traumatike. Por për Elenën, çdo ditë që kalonte, lidhja e saj me Giovannia bëhej më e fortë.
Ai e njihte zërin e saj edhe kur së shite. Qetësoi vetëm kur ajo i ndryshonte fashat. Dhe një natë, kur ajo po largohej nga dhoma, ai tha diçka që e ngriti në vend. Mos e haro atë që të shpëtoi. Ajo u kthye ngadalë. Çfarë the? Nuk e di, tha ai i hutuar. Thjesht më erdhi në mendje. A ka kuptim? Elena ndjeu gjakun t'i ngrinte në kokë. Ishte fraza nga letra. Ai se dinte që ajo e kishte lexuar, Elena mbeti e ngrirë në vend. Dëgjoi zhurmën e monitorit që biponte ritmikisht, sikur zemra e burrit të panjohur e mbante të njëjtin ritëm me frymëmarrjen e saj të përshpejtuar. Ishte e pamundur që ai ta dinte për shënimin, askush tjetër se kishte parë. A mund ta përsërisni? Pyeti ajo duke iu afruar. Mos e haro atë që të shpëtoi, tha sërish ai ngadalë, sikur fjalët e i vinin nga një vend i largët brenda vetes. Pastaj mbylli sytë dhe pshërtiu. Nuk e di pse e thash. Elena ul në karrige pranë tij. Zemra i rritë fort. Kishte parë shumë raste të pacientëve me humbje kujtese, por asnjëri se kishte bërë ta ndjente këtë përzierje frike dhe kurioziteti. Ndoshta është diçka që keni përjetuar, tha ajo me kujdes. Ndonjë kujtim që përpiqet të dalë në sipërfaqe. Ndoshta, më moriti ai, pa e hapur syrin. Por pse kam ndjesinë sikur ju ju kam parë më parë? Ai ndaloi frymën. Nuk e besoj, tha, duke u përpjekur të buzëqeshte. Do ju kujtohej. Por brenda vetes diçka ju thye. Kishte diçka në mënyrën si ai e shqiptonte emrin e saj, sikur çdo herë që thoshte Elena, kishte një nënkuptim më të thellë. Në ditët që pasuan, ai filloi të përmirësohej. Kujtesa nuk i ishte kthyer ende, por gjendja fizike po stabilizohej. Elena, megjithse kishte pacientë të tjerë, e vizitonte më shpesh se ç'duhej. Nuk ishte më thjesht detyrë profesionale. Ishte diçka tjetër, një forcë e pashpjegueshme që e tërhiqte te ai. Një mëngjes, ndërsa po i kontrollonte presionin, ai i tha: "Ju duhet të lodheni shumë këtu. Shikoj në sytë tuaj të munges gjumi. Ajo që shilet. Njerëzit e sëmur janë të vëmendshëm. Ju shihni më shumë se ç'mendoni." "Jo, ju jeni ndryshe nga të tjerët," tha ai. "Ka diçka tek ju sikur dini të kuptoni edhe kur dikush thot asgjë." Fjalët e tij i ngrohën zemrën. Ai kishte një qetësi që e bënte ta harronte zhurmën e spitalit. Por ndërkohë, drejtoria e spitalit po shqetësohej. Kishin kaluar 4 ditë dhe askush nuk kishte ardhur të kërkonte burrin e panjohur. Policia kishte nisur një hetim për identitetin, por pa rezultate. Asnjë njoftim mungese, asnjë gjurmë atënje që të përputhej me bazën e të dhënave. Ishte sikur ai njeri s'kishte ekzistuar kurrë. Një pasdite, ndërsa Elena po dilte nga turni, u ndalua nga një burr i veshur me pallto të errët në hyrjen e spitalit. "Zonja Rossi?" pyeti ai. "Po, unë jam. Inspektor Paolo Verdi. Po hetojmë rastin e pacientit tuaj. Giovannia, dëshiroja të dija nëse ka bërë ndonjë përmendje, ndonjë detaj që mund të ndihmojë për identitetin e tij." Elena mendoi për frazën e shënimit, por vendosi të mos e përmendte. Nuk dinte pse, por ndjeu se duhej ta mbante për vete. Jo, asgjë konkrete. Ende nuk kujton as emrin. E kuptoj. Po nëse kujtohet, ju lutem më njoftoni menjëherë. Ka diçka të çuditshme në këtë rast. Çfarë do të thotë të çuditshme? Inspektori e pa drejt në sy. Gjetëm një makinë të djegur disa kilometra larg vendit ku u gjet ai. Brenda ishte një unazë ari dhe një fotografi e djegur pjesërisht. E vetmja gjë që mbeti e dukshme ishte një fragment i një fjale, L. Elena ndjeu gjakun t'i ftohej. Doni të thoni se mund të ketë lidhje me ndonjë krim? Nuk e dim ne ende, por duket se dikush nuk donte ta gjente. Ai e la aty dhe u largua. Elena qëndroi për disa minuta në vend, duke dëgjuar vetëm rrajet e zemrës së saj. Mund të ishte çdo emër, por pse ndjente sikur ai fragmente përmendte pikërisht atë? Atë mbrëmje, kur hiri përsëri në dhomë, pacienti po shikonte jashtë dritares, i zhytur në mendime. "E keni parë ndonjëherë shiun?" tha ai, pa u kthyer, "dhe keni pasur ndjesinë sikur çdo pikë që bie mban një kujtim?" Ajo e pa për disa sekonda. Ndoshta sepse shiu na kujton gjërat që duam t'i harrojmë, ose sepse kujtimet janë të vetme që nuk mund t'i lajmë dot. Ai u kthye nga ajo dhe buzëqeshi lehtë. "E di që ju kujdeseni për mua më shumë se ç'duhet." "Pse?" Ajo u hutua. "Është puna ime." "Jo, nuk është vetëm puna. Ju ndjeni diçka. E shoh në sytë tuaj sa herë që më shihni." Elena u tërhoq një hap. "Duhet të pushoheni. Mos flisni shumë." Por zëri i tij e ndoqi. "Ju kam parë në ëndër para se të zgjohesha këtu. Ishit me uniform, por keni qenë ndryshe. Se di ku. Se di si. Por di që më keni shpëtuar një herë tjetër." Ai ndjeu ftohtësi në duar. "Zoti imt," po shpëriti.
Mos ndoshta, por nuk e mbaroi fjalin. Në atë çast, monitori I pacientit bëri një zhurmë të çuditshme, një pulsim më I fortë si reagim ndaj emocioneve. Elena nxitoi t'ia kontrollonte presionin. Duhet të qetësoheni, mos flisni më për tani. Por në sytë e tij kishte diçka ndryshe tani, një shkëndije kujtesës që po kthehej. Në ditët që pasuan, ai nisi të shihte ëndra të përsëritura. Përmendte një emër në gjumë, një herë Maria, herë Elena. Fliste për një det të trazuar, për një aksident me makinë, për një fëmijë që qeshte në sfond. Elena I regjistroi të gjitha. Nuk e kuptonte sepse çdo detaj që ai përmendte I tingëllonte I njohur, sikur kishte lexuar diku për atë histori. Derisa një ditë në kafenen pranë spitalit, një kolege I tregoi diçka që e tronditi. E ke dëgjuar lajmin e para një muaji? Aksidenti pranë Livornos. Një burr humbi jetën dhe trupi I tjetrit sugjet kurrë. Jo, pse? Sepse gruaja e njërit prej tyre quhej Elena Rossi. Ajo ngriti filxhanin, por duart I dridheshin aq shumë sa kafeja ju derdh mbi tavolinë. Ditët e mëtejshme ishin të mbushura me një heshtje të çuditshme në spital. Elena ndjente një tension që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Një pjesë e saj donte të qëndronte neutrale, profesionale, por pjesa tjetër ndjeu një thirrje të padukshme që e tërhiqte gjithmonë pranë Giovania. Një pasdite, ndërsa shëtiste përmes korridoreve të spitalit, dëgjoi një bisedë të ulët midis dy infermiereve. Ke vënë re ndonjë gjë të çuditshme tek ai? Pyeti njëra. Si çfarë? Përgjigjej tjetra, duke u mbështetur mbi karrige. Thjesht si diçka në sytë e tij. Duket I humbur, por ndonjëherë shikon diçka që vetëm ai e di. Elena u tërhoq në çoshe, duke e ndier veten të shkundur. Nuk ishte thjesht se pacienti ishte I mistershëm, ishte diçka që ndodhte mes tyre. Çdo herë që ai e shikonte, ajo ndjente një lloj njohjeje që nuk mund ta shpjegonte. Në atë natë, kur spitali u mbush me qetësi, ajo hyri sërish në dhomën e tij. Giovania po shikonte një foto të vjetër të spitalit, ndoshta nga një katalog I brendshëm. Ai e pa Elena dhe tha: "Ju e dini?" "Çfarë?" pyeti ajo, duke u ulur pranë krevatit. "Nuk jam I sigurt, por ndjej se diçka na lidh." Ai ishte I heshtur për pak, pastaj nxori nga xhepi një copë të vogël letre të përflakur në skaje. "E gjeta në palto." "Nuk e mbaj mend si arriti atje." Elena mori letrën dhe lexoi mes rreshtave të përflakur. Mos e haro atë që të shpëtoi. Zemra I rrite. Nuk mund të mos ndjente një lidhje misterioze midis fjalëve të tij dhe asaj që ajo ndjente brenda vetes. "Ky shënim na ka kuptim për ju?" Ai uli kokën dhe pshërtiu. "Jo, por ndjej se duhet të ketë. Sikur të më kishte ndihmuar dikush dikur." Për disa ditë, Elena filloi të mbante shënime të vogla, regjistronte çdo fjalë, çdo lëvizje, çdo kujtim që Giovania përmendte. Ajo ndjeu se po ndërtonte një mozaik të fshehtë, një histori që mund të shpjegonte të kaluarën e tij dhe pse kishte mbetur I panjohur. Një mëngjes, një telefonat nga inspektori Verdi ndryshoi gjithçka. "Zonja Rossi, kemi zbuluar diçka për të kaluarën e pacientit. Duhet të flisni me të. Nuk kemi shumë kohë." Elena u shtrëngua në gjoks. Ai foli për një aksident automobilistik, për një makinë të djegur dhe për një grua që ndodhej atje, një grua që sipas informacioneve të inspektorit kishte të njëjtin emër si ajo. Kur hyri në dhomë atë pasdite, Giovania po shikonte dritën që hynte përmes perdeve të holla, I heshtur dhe I tensionuar. Elena ja dha ngadalë shënimin. Ai e mori me dorë të dridhur dhe e lexoi përsëri. Një loti vetëm I rrëshiti në faqe. "E mbaj mend tani kujtoj," tha ai, zëri I tij ishte I lehtë I thyer. "Ju keni qenë aty më parë. Më keni shpëtuar dhe tani më keni shpëtuar përsëri." Ai I tregoi një histori të plotë për një aksident të vjetër, për një ngjarje që kishte mbetur e fshehur për vite me radhë, për një humbje që e kishte lënë të gjymtuar emocionalisht dhe fizikisht. Dhe në mes të gjithë asaj, ishte ajo, një infermiere që kurrë nuk e kishte njohur, por që ndjeu një lidhje të pakapshme, pothuajse të paracaktuar me fatin e tij. Elena e kuptoi diçka që nuk e kishte kuptuar kurrë më parë. Shpesh, ndihma më e madhe vjen në momentet më të çuditshme, nga njerëz që nuk e kuptojnë sa shumë ndikojnë në jetën e dikujt tjetër. Dhe ajo ishte pikërisht një nga ato njerëz. Kur nata ra dhe spitali u zhyt në qetësi, ajo ul pranë tij, duke e mbajtur dorën në dorën e tij të ftohtë. Nuk kishte nevojë për fjalë. Thjesht e dinin të dy, lidhja e tyre nuk ishte e zakonshme. Kishte diçka që I lidhte përtej kujtimeve të humbura dhe shënimeve të çuditshme. Një sekret I fshehtë, një dhuratë e vogël por e fuqishme që Giovania e kishte dhuruar pa e kuptuar dhe që Elena nuk do ta harronte kurrë. Dita që pasoi ishte mbushur me një qetësi të çuditshme, atë lloj qetësie që vetëm një spital I madh mund ta prodhojë pas një nate të gjatë të tensionuar. Elena u zgju nga alarmi I zakonshëm I celularit të saj,
por nuk ishte ndjesia e zakonshme e lodhjes që e kishte kapur, ishte diçka tjetër, një lloj presioni që vinte nga thellësia e brendshme. Ajo e dinte se dita që po fillonte nuk do të ishte e zakonshme. Kur hyri në dhomën e Giovannia, ai nuk ishte aty. Një letër e vogël ishte lënë mbi tavolinën pranë krevatit të tij. Elena e mori me dorë të dridhur dhe lexoi me kujdes. Nuk jam më i sigurt ku mund të jem. Mos më kërko në vendin ku nuk do më gjesh. Por kur të ndodh, dije se gjithçka nuk është si duket. Ajo shikoi rreth dhomës me frikë dhe kurreshtje njëkohësisht. Kujt i mund t'i kishte ardhur mendja të lërë një mesazh të tillë? Nuk kishte asnjë shenjë tjetër. Telefonoi drejt Matteo Bianci, i cili mbërriti pas pak minutash. Çfarë ka ndodhur? Pyeti ai i shqetësuar. Ka lënë këtë letër. Nuk di çfarë të mendoj. Le të marrim informacion nga kamerat e sigurisë, tha Matteo, duke filluar të kontrollonte regjistrimet. Por ajo natë nuk shfaqi asnjë lëvizje të pazakont. Giovannia ishte thjesht zhdukur. Elena ndjeu një ndjenjë të thellë humbjeje. Nuk ishte thjesht për pacientin, ishte ndonjë gjë që e lidhi shpirtin e saj me të. Ai nuk kishte marrë asgjë me vete, përveç paltos së lagur dhe shënimit të vogël që tashmë kishte fituar rëndësi të papërshkrueshme. Ndërkohë, një figurë e panjohur po shëtiste pranë dyrave të spitalit, duke u kujdesur që të mos shihej. Një grua me pallto të zezë, syze të errëta dhe një kapele që mbante pjesërisht fytyrën e saj, e vëzhgonte nga larg çdo lëvizje të Elenës. Nuk ishte rastësi. Dikush e dinte se Giovannia ishte i lidhur me Elenën dhe donte të merrte informacion për të. Kur Elena hyri në kafenen e spitalit për një kafe të shpejtë, ajo ndjeu një dridhje të çuditshme. Një njeri që qëndronte pas një tavoline afër dritares po e shikonte fshehurazi. Ajo nuk mund të shite fytyrën e tij, por diçka në mënyrën si mbante trupin dhe duart i bëri çerpikët të dridheshin. Ai nuk foli, vetëm e ndoqi me sy. Në dhomën e pacientit, ajo gjeti një seri fotografish të vjetra që nuk i kishte parë më parë, një makinë e djegur, një rrugicë ngushtë dhe një fëmijë që qeshte. Secila fotografi mbante një mbishkrim të pjeshëm, të përflakur në cep, Elena, mos e haro atë, dhe një shenjë të panjohur që ngjante si një simbol i vjetër. Elena ndjeu një frikë të përzier me një kurreshtje të papërshkrueshme. Kishte diçka që nuk ishte vetëm një rastësi, çdo detaj ishte pjesë e një mozaiku më të madh, dhe ajo e ndjente këtë deri në palc. Kur hyri mbrapsht në dhomën e kontrollit të pacientëve, dëgjoi zërin e njohur të butë të tij. Elena dha jeni aty? Por dhoma ishte e zbrazët. Një shtrirje e lehtë e erës futi letër të lagur në dorën e saj, ishte po ajo fjalë misterioze, e cila tani duke se kishte qenë një paralajmërim. Elena e vendosi letër mbi tavolinë dhe rrëzoi kokën në duar. Çfarë po ndodhte? Kush po e ndishte, dhe pse i gjithë ky mister ishte lidhur me të? Përgjigjet nuk ishin të qarta, por ajo ndjente se Giovannia nuk ishte thjesht një pacient i humbur, ai mbante një sekret që mund të ndryshonte gjithçka, dhe ajo kishte detyrimin të shndronte pranë, të kuptonte dhe të ruante atë lidhje që po krijohej, pa u përzier nga frika apo kurioziteti i jashtëm. Dikush i kishte dhënë një dhuratë të çmuar që nuk mund të shihej menjëherë, besimin, lidhjen dhe një hap drejt të vërtetës që do të zbulonte vetëm kohë më vonë. Dita ishte ngrohtë për një fund marsi, por brenda Ospedale di Santa Lucia ajri ishte i rënd, i mbushur me aromën e dezinfektuesit dhe me zërat e aparaturave që biponin ritmikisht. Elena hyri në dhomën e pacientit, duke ndjerë një emocion të pazakontë që i rrihte zemrën. Giovannia po shikonte jashtë dritares së madhe, ku drita e diellit binte mbi ndërtesat e Firences dhe rruga ngjante e heshtur, po thuajse e pamundur për t'u dalluar. Më falni që po ju shqetësoj, tha ai, duke kthyer kokën drejt saj. Por kam një ndjesi, diçka më thotë se diçka më mungon. Elena ju afrua dhe ju ul pranë krevatit. Ndonjëherë ndodh që humbasim diçka të rëndësishme, por nuk kuptojmë menjëherë çfarë është. Do ta gjejmë së bashku. Ai e pa me vëmendje. Në sytë e tij, ajo lexoi diçka më shumë se frikë, një përzierje konfuzioni dhe njohje të fshehtë. Pastaj nxori nga xhepi një fotografi tjetër të vjetër, pothuajse e djegur në skaje. Ishte një fëmijë që qeshte në një obor të vogël, pranë një automjeti të bardhë të vjetër. Shkrimi në cep ishte i pjeshëm, Elena kujto atë ditë. Elena ndjeu se gjaku ju ngrinte në trup. Çfarë do të thoshte kjo? Kujtesa e tij nuk ishte thjesht një humbje e kujtimeve, kishte diçka më të thellë, një mister që përfshinte jo vetëm të kaluarën e tij, por edhe atë që ajo përjetonte brenda vetes. Nga e keni këtë foto? Pyeti ajo. Ai uli kokën dhe pshërtiu, nuk e di. E gjeta ndërsa u përpoqa të kuptoja kush jam. Por diçka te kjo ditë më duket e njohur sikur e kam përjetuar me ju. Elena nuk e kuptonte se si të reagonte. Një ndjenje e çuditshme e pushtoi, kishte diçka që shkon përtej logjikës. Një lidhje që nuk mund të shpjegohej me fjalë. Për disa ditë, ata filluan të ndërtonin një rutinë të çuditshme.
Giovanni filloi të tregonte fragmente të kujtimeve të tij. Një rrugë të ngushtë në Firenze, një aksident automobilistik që kishte ndodhur para shumë viteve, një fëmijë që duke i njohur. Elena i regjistronte gjithçka me kujdes, duke ndjerë se çdo detaj ishte një copës e një mozaiku më të madh. Por misterioziteti u rrit kur një ditë, ndërsa Elena po kalonte pranë dhomës së tij, dëgjoi një zë të huaj. "A është ai në dhomë?" Një burr i gjatë me pallto të zezë dhe syze të errëta po qëndronte pranë dyrave të mbyllura. Elena mbeti e ngrirë, por nuk tregoi panik. Por çfarë doni?" "Jam këtu për të marrë diçka që i përket pacientit," tha ai, duke mos lëshuar shikimin. Ai nuk foli më shumë dhe u largua, duke e lënë Elenën me një ndjesi të thellë shqetësimi. Nuk ishte thjesht një kërcënim i zakonshëm, ajo ndjente se ai dinte diçka që mund të ndryshonte gjithçka për Giovannia. Kur ajo hyri në dhomën e pacientit më vonë, ai po qëndronte pranë dritares, duke shikuar qytetin e ndriçuar nga dielli. Ajo ju afrua ngadalë. "Ka ndodhur diçka?" Ai ngriti shikimin dhe buzëqeshi lehtë, ndonjëherë më duket se kujtimet nuk janë thjesht të humbura. Ato janë duke pritur të rikthehen në momentin e duhur. Ai e shikoi Elenën gjatë, duke bërë që ajo të ndjente një ndjenjë të fuqishme që shkon përtej një lidhje profesionale. Nuk kishte fjalë të mjaftueshme për të shpjeguar atë që po ndodhte midis tyre. Ndërkohë, inspektori Verdi ishte duke ndjekur një zhurmë tjetër që lidhej me të kaluarën e Giovannia, një makinë djegur, një unaz ari dhe disa dokumente të shkruara me zjarr, çdo gjë duke se tregonte për një ngjarje të fshehtë e të dhimbshme. Në këtë moment, Elena kuptoi diçka thelbësore. Giovanni nuk ishte thjesht një pacient i humbur, por një njeri me një histori të thellë dhe komplekse, një histori që mund të shpëtonte ose të thyente çdo marrëdhënie që kishte krijuar deri më tani. Kur nata ra dhe korridorët e spitalit u zhytën në heshtje, Elena qëndroi pranë krevatit të tij, duke mbajtur dorën e tij. Ai e shikoi për një kohë të gjatë dhe pastaj tha: "Ju keni qenë aty për mua dhe nuk e kam kuptuar më parë." Ajo u buzëqesh me butësi, duke ndjerë që çdo moment i ndarme të ishte një dhuratë që nuk ishte vetëm e tij, por që kishte filluar të ndryshonte gjithçka në jetën e saj. Ditët pasuan me një ritëm të çuditshëm. Giovanni filloi të tregonte fragmente më të gjata të kujtimeve të tij, ndonjëherë të qarta, ndonjëherë të përziera dhe të mjegullta. Elena i regjistronte gjithçka me përpikmëri, duke ndjerë një presion të pashpjegueshëm, çdo detaj mund të ishte çelësi një misteri më të madh. Një mëngjes, ai e zuri për dorë dhe u udhëhoqi jashtë dhomës së spitalit. Nuk kishte shenja mjekësore që e lejonin këtë, por ajo nuk kundërshtoi. Ai e solli pranë një dhome të vogël arkivi në katin e 5 të spitalit, një vend që askush nuk e vizitonte zakonisht. Aty, në mes të dokumenteve të pluhurosura dhe fotografive të vjetra, ai ngjori një album të vogël. "Shiko këtu," tha ai, duke i dhënë një fotografi të bardhë e të zezë. Ishte një fotografi e një familjeje, 2 të rritur dhe një fëmijë. Ai preku fytyrën e tij, pastaj fytyrën e fëmijës. "Kjo jam unë dikur. Dhe kjo është ajo që nuk kam kuptuar kurrë se kush më ndihmoi." Elena vështroi fytyrën e burrit në fotografi dhe një dridhje e butë i kaloi kurrizin. Kishte diçka të njohur, një ndjesi e fortë që nuk mund ta shpjegonte. Ai vazhdoi: "Dikush më shpëtoi nga një aksident që ndodhi shumë vite më parë. Nuk e kujtoj fytyrën e saj, por di që ishte dikush si ju." Në atë çast, një zhurmë e lehtë erdhi nga dera e dhomës. Elena ngriti kokën dhe pa figurën e njohur, gruaja me pallto të zezë dhe syze të errëta po qëndronte në prag, duke vëzhguar çdo lëvizje. Zemra e Elenës rrite fort, por ajo nuk tregoi panik. Ai i panjohuri nuk foli, vetëm e shikoi dhe pastaj u largua, duke e lënë dhomën në një heshtje të thellë. "Kush ishte?" pyeti ajo me zë të ulët. Giovanni i hodhi një shikim të ngushtë. "Nuk e di, por di që nuk janë të gjithë qëndrestar në histori." Elena e kuptoi se historia e tij nuk ishte thjesht një humbje kujtese. Kishte dikush që donte të mbante të fshehtë të kaluarën e tij. Një histori e vjetër, e dhimbshme dhe ndërlikuar, që tani po dilte në sipërfaqe me një intensitet që e friksonte dhe e tërhiqte njëkohësisht. Ai e shikoi me sytë e thellë dhe tha: "Elena, nuk e di pse ndjej këtë lidhje me ju. Ndoshta sepse diçka që më shpëtoi ka qenë gjithmonë e lidhur me ju, edhe nëse nuk e kam ditur." Elena ju afrua dhe vendosi dorën mbi dorën e tij. Një heshtje e gjatë ra mbi dhomë. Nuk ishte nevojë për fjalë. Ishte ajo një komunikim i heshtur, një njohje që kalonte përtej çdo kujtese të humbur dhe çdo misteri të panjohur. Ndërsa nata ra dhe dritat e spitalit u zbehen, Elena qëndroi pranë tij, duke mbajtur dorën e tij. Kishte diçka të jashtëzakonshme në këtë marrëdhënie, një mister që nuk mund të shpjegohej me logjik. Por ajo e dinte se çdo moment i ndarme të ishte një hap drejt zbulimit të së kaluarës dhe drejt kuptimit të dhuratës që Giovanni i kishte dhuruar pa e kuptuar, besimin dhe lidhjen njerëzore që nuk shuhet kurrë,
mbrëmja rambi Firenze, duke mbuluar rrugicat e ngushta me dritë të artë dhe hijet e gjata të ndërtesave të vjetra. Elena ishte ulur pranë dritares së dhomës së Giovanie, duke shikuar qytetin e heshtur dhe duke ndjerë tensionin që e mbante të zgjuar. Giovanie po qëndronte pranë saj, i heshtur, duke mbajtur në dorë një fotografi të vjetër të një fëmije që qeshte. Tani kuptoj, tha ai, zëri i tij i butë dhe i thyer. Gjithçka ka lidhje gjithçka. Ajo që ndodhi ka qenë gjithmonë pjesë e jetës sime, dhe unë nuk e kuptoja. Elena shikoi fotografinë dhe pastaj fytyrën e tij. Ishte fytyrë e një njeriu që kishte kaluar shumë, por që kishte gjetur një mundësi të re për të shëruar plagat e së kaluarës. Në atë moment, dera e dhomës u hap ngadalë. Inspektori Paolo Verdi hyri me një dosje të trashë në dorë. Zonja Rossi, zotërit, kemi zbuluar gjithçka, tha ai, duke lëshuar dosjen mbi tavolinë. Fotografitë, dokumentet dhe raportet treguan një ngjarje të vjetër, një aksident automobilistik ku një burr ishte shpëtuar nga një infermiere që kishte qenë Elena Rossi, por në një kohë tjetër, shumë vite më parë. Ai ishte i plagosur rënd, kishte humbur kujtesën dhe kishte jetuar në heshtje, duke u fshehur nga një familje e pasur që donte të mbante gjithçka të fshehtë. Pra gjithçka kishte lidhje me mua, tha Elena, duke e kuptuar ngadalë rëndësinë e çdo detaji. Po, pranoi Giovania, duke mbajtur dorën e saj. Ju keni qenë aty për të më shpëtuar më shumë se një herë. Dhe tani më keni ndihmuar të rikthehem. Figura misterioze e paltos së zezë u shfash në prag të dhomës për një moment, por kur pa që gjithçka ishte zbuluar, u largua pa një fjalë. Ishte një person që kishte dashur të fshehte të kaluarën, por e vërteta kishte dalë në dritë. Elena dhe Giovanni u ulën pranë njëri tjetrit, duke ndjerë një qetësi që nuk e kishin përjetuar kurrë më parë. Nuk kishte më mister, vetëm një lidhje të thellë që ishte ndërtuar përmes dhimbjes, kujtimeve të humbura dhe momenteve të vogla të humanitetit. Çfarë do të bëjmë tani? Pyeti ajo. Ai buzëqeshi për herë të parë pa frikë. Tani ne fillojmë nga e para. Nuk ka më fshehtësi, vetëm jeta jon përpara. Dhe aty në atë dhomë të heshtur spitali, me rrjedhën e lehtë të jetës që fillonte të rikuperonte kohën e humbur, ata kuptuan se dhurata më e madhe nuk ishte thjesht shëmbëllimi fizik, por besimi, lidhja dhe mundësia për të nisur një fillim të ri. Një dhuratë që Giovanni e kishte dhuruar pa e kuptuar, dhe që Elena nuk do ta harronte kurrë.